ju në debate patet ca rëshkitje kështu të vogla dhe po përmenet shumë rasti i spitalit aty. Qa ndodhe, a muj me ditë, sepse jo edhe keni qenë kryetar, natyrisht e njihni Gjilanin, i njihni të gjitha shërbimet që ofrohen atje. Ajo që ka ndodhë është pikërisht kulturë politike e partisë rivale, sepse ata mas miri vetëm në punë që e bojnë mirë, e bojnë që të punën e montajave. Okay. Në më thonë, të qashtë radiologjisë, nuk kom thonë asë njëherë, absolutisht nëse po i referoheni qashtë spitalit. A i ka insistu në pyetjet e ti, mirë po, unë i kom thonë që na po flasim për diçka që është shumë sekundare. Sepse edhe që KMF-ja e re, që është projekti joni ne që kemi ndërtu, janë 6.000 metra katror, po edhe AMF e QMF nuk kanë gjana elementare, nuk kanë sapun për dur. Unë kam fotografi, kam dëshmi edhe sot. Edhe në momentin kërë kam thonë që i vizitoj gjitha, po nuk kanë shampon për dur, ma ne e kanë pre, edhe kanë thonë që kandidati i LDK-s thotë që ka radiologi. Ma kanë bo njëjtë në debatin e fundit politik, kam qeni detyrum, jo drejtuar me thonë që kam e full me ty, sepse nga ajo që po më bënë mu një keqë në debate është që, për thëmë sinqerisht. Pa ta e kanë prej vetëm këtë, që ka me folë me ty. A nuk i ke parasysh që në debat duhet me logaritë dhe qka të prejhet? E kam pak mërzi, bebis, ndëgjëm, nuk është pak e randë kur edhe unë nesër, ndëgjëm, edhe besoni, nuk është mirë me manipulu me gjithë shka. Dhe me thonë, ideja është që kur një kryetar komune për një mandat 4 vjeçar nuk arrin me bo vetëm një projekt ti personal, edhe të kabinetit ti ose qeverisë ti, atëherë çka duhet me debatu me ta. Ideja është, ideja është që unë i kom thonë çka me debatu me ty, sepse gjithçka çka flet, është e pavërtet. Edhe njeriu në ato momente vjen me një pozitë që për një me është e ronë me debatu, sepse edhe në natyrën tonë, edhe kur të rrimna për tavolina me shoh, kur një njeri flet shumë edhe flet pavërteta, ti detyrohesh me uqu për tavolinët, se nuk mundesh me ndëgju. Edhe kjo ka qenë momenti kur këto se janë e bojnë. Po e që ka përdu me thonë është që në kulturën tonë politike, për shembull, unë këtë rast e përfaqësoj vetë vetën dhe përfaqësoj edhe këtë, unë e kam fort mërzi me hy me debatu me dikon i cili të paktën nuk paraqet diçka të vërtetë.